Një 67 vjeçar i cili ishte duke lëvizur me biçikletë ka gjetur vdekjen pasi është përplasur nga një automjet. Aksidenti i rënd dolli pas ditën e së hënës rreth orës 18:10 në aksin nacional Shkodër-Hani Hotit në fshatin Shtojëri. Automjeti tip Benz me targa Sh 9861D me drejtues 35 vjeçarin Zefir Kodra e ka përplasur të moshuarin rënd. Ky i fundit u dërgua në spitalin rajonal të Shkodrës, ku si pasojë plagëve të marra dhe hemorragjisë nuk i mbijetoi vdekjes. 67 vjeçari i quajtur Ndoc Leka me banim në Shkodër u identifikua një orë më vonë nga policia. Fillimisht nga spitali u raportua se kishim të bënim me një tjetër viktim, për shkak se një person i ndolur në vend ngjarje e kishte ngatëruar viktimen me të afërmin e vet. Policia ndaloi drejtuesin e makinës, i cili është marrë në pyetje lidhur me rrethanat e aksidentit. Në vendin e ngjarjes, grupi hetimor ka nisur punën për të hetuar shkaqet e aksidentit, i cili paraprakisht dyshohet se ka ardhur si pasojë e humbjes së kontrollit nga parakalimi i gabuar i automjetit.